Pastaj tha pejgamberi, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talab al-ilm. Jo veç kaq, në këtë hadithin e dytë tash po e përmendi. Tha pejgamberi alayhisalam, meleket si krijesat të cilat gjuna Zotit nuk i bojnë. Numri i tyre veç Zoti e din. Veç ibadet Zotit i bojnë. Kanë flatra të shumta, me 2 me 4 dhe më shumë. A di çka thon këtë hadith apo jam? Edhe flatrat e tyre i ndalin. Kur të kalon asaj njeriu i dijes, ato fluturojnë me flatra, por edhe flatrat i ndalin. Respekt për njeriu i dijes, respekt për dietarin, respekt për atë hoç i cili hes çka thon Allahu dhe pejgamberi dhe punon me ato çka ka thon Allahu dhe pejgamberi. Edhe meleket këtu krijesa që nuk bëjnë mëkate, i ndalin flatrat e tyre për respekt ndaj dietarëve,